Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 4. Muaj është i 6, viti 2026, pra vit që po e shkelim përgjysmë. Dhe ndodhit politike sot vargë vi. Por ajo e cila nuk na ka befasuar, në të cilët e përcjellim si punë profesionale, janë zgjedhjet në Universitetin Shtetëror të Tetovës për rektor. Sipas asaj që duket, pra tunelit më në fund e ka ardhur drita. Koha e Vullnet Ahmetit dhe ekipës së tij përfundoi. Pra, në këtë lojë, në këtë mishmash, ka pasur edhe luftë politike. Nuk do hym në atë kush me kë dhe si, por, unë do ndalem vetëm në një deklaratë, të cilën e ka dhënë një koleg gazetar, Berat Azizi, dhe e thot kështu: dëshpërimi më i madh për zgjedhjen e rektorit në UT është Jusuf Zeneli, rektori deri tash aktual. Të humbësh është lojë, garë, por vetëm një votë të kesh nga fakulteti juridik kërkon analizë. Pra, UT-ja zgjodhi rektorin e ri. Një garë e fuqishme me 3 kandidatë si emër, sepse betejë ishte në mes Kushtrim Ahmetit dhe Fakhri Ramadanit. Dështimi më i madh ka qenë Jusuf Zeneli, rektori që sot përfundoi si më keq tot Berati. Nuk është asgjë humbja e një gare, por të marrësh një votë në fakultetin juridik nga kolegët që kanë punuar 30 ditë bashkë, kërkon një analist të hollë. Një qasje të re ta kuptosh kush gaboi, ju apo kolegët tuaj. Tani, rektori i ri Kushtrim Ahmeti duhet të nisë reforma thelbësore për të ringritur universitetin aty ku e ka vendin, sepse 3 vjet ikin shumë shpejt. Berati i ka ra pikës mbi i. Berat, dhe unë pajtohem me ty. Jusuf Zeneli, përndryshe i njohur si përkrahas i Vullnet Ahmetit linjës së tij. Dhe, duke filluar nga Senati e Kandej, Kushtrimi duhet të pastrojë. Nuk ka lidhje, tetovarët në fund treguan, sepse ata që i kanë votuar janë brenda universitetit, 80% janë tetovarë. Votuan si dënim. Ish politikën dështuese të BDI-s, ish politikën super dështuese të Vullnet Ahmetit, me punësime, me zgjedhje profesorësh, me senate, kështu me radhë, dhe tash Kushtrimi e ka më lehtë. Unë e njoh, që nga kohë kur ishte Sadi Bexheti rektor, e njoh. Dhe ka logjik, por megjitha tash si dia do i mëngoj guximi. Se është edhe matematik e dikujt është çështje tjetër. Por këtu tash unë shesment, jo dini se shesment. Ka një luftë ndërmjet grupit të Vlenit në Tetovë dhe grupit të Vlenit në Shkup, Kësajrave. Afrim Gashi ja doli. Bilal, vjen shumë keqë, thika pas shpinë çdo një. Bilat janë ngullën thikën edhe me lëvizjen vendosjen në Tetovë. Ja, e patë mundësinë nuk e shfrytëzoi. Pra, për dështimin e LVV-s Tetovë, fajt i bien tash Bilalit. Edhe pse nuk e di a e keni vërejtur, vëreni hini edhe njerë shikoni fytyrat se si buzëqeshin të Izet Mexhitit dhe të Bekim Sali. Për ditë më tepër Bilalit po i bie rejtingu brenda Vlenit. Pra, Kushtrimit i mbetet që ta dëshmoj me punë atë që të tjerët po japin për krahje. Të paktën në mos asgjë tjetër, pra, tetovarët u treguan më zemërgjë dhe u treguan se din të shmojnë po të jenë kryeqytet çdo njeri që vjen dhe është i dobishëm për atë që duhet të jetë. Pra, tetovarët vërtet u treguan zemërgjër nga i të huajve. Sepse ai nuk është tetovar, është nga Kumanova dhe ja, e zgjodhen. Të punësuarit janë aty brenda 80%. Jusuf Zeneli, ciao Cufo, nuk ka përfillur bazën e vet. Gjatë gjithë kësaj kohës kam pasur sinjale nga ish kolegët e punës se Jusufi as edhe nuk i pranon, nuk ka kohë. Jusufi merreshte me njerëzit e çfarë njerëzit e përveç të Vullnet Ahmetit. Dhe tek tash, mendoj se me ardhen e Kushtrimit do pastrohen disa gjëra, të paktën me punësimet. Pra, Ali Ahmeti dindalet edhe Vullnetit, dora e zgjatur. Shohim se cila dorë tjetër do të deportoj, sepse tash Vleni kontrollon 2 universitete, edhe në Nës Teres, edhe në Tetovë. Në Nës Teres, në Shkup e kontrollon Izet Mexhiti, këtë e kontrollon Afrim Gashi, Bekim Sali më vërtet. Okej, një është.
jo molla, jo dardha, jo molla. Pra, Beki Psali. Dhe, unë vazhdoj më tej pra. E përshëndet edhe njerë Beratin, që ja kishte ish kolegë gazetar, në një mbaj mend që kur ishte në radio të to, viteve 1998-1999. Dhe, a dini kam ba mend unë, ende, mba mend edhe zgjedhjen Selën kur ka filluar. Pro kur ka filluar me politikë. Në kanë vitet 97-98, kur po të shep atë vërë, duket se drejtor të inspektoriatave shëndetësore. Sela ishte edhe më i ligjë se sa që ka qenë tash. Ashtu, okej. Pra, ishte krahu i Llogës, ish deputetit dhe njërit me mjaft në ekip të Arben Xhaferi asë kohë. Dhe, pastaj, kur erdh në pushtet zgjedhjen Sela, e zgjodhi krenar Llogën, pra nipin e vet apo tash ndrohen rezultatet, ministër të drejtësisë. Unë jam pajtuar sot zgjedhjen Sela ka pasur një debat vërtet në televizionin Shenja dhe më ka pëlqyer 80%. Mirë po, kish dikund ku nuk pajtoha. E dini pse nuk pajtoha? Dhe ai e di se ma falë se nuk pajtoha, se di se nuk e kam me prapavi. Por, të kesh punë me Ministrinë e Drejtësisë dhe BD-ja kishte 6 ministra, një për atyre ka qenë edhe nipi krenar Lloga. Ai tash arsjetohet se ka dorëzuar ligjin për gjuhët, kretë në rregull, askush nuk të konteston. Qeveria nuk e ka kaluar, kam parë në disa të mbrëmshme sinjale. Okej, kretë është në rregull. Por, ke qenë ministër kur ke mund të ndikosh lidhur me hapjen e konkurse për të punësuar gjykatës në Tetov. Se një preveritjeve që i bën zgjedhjen Sela edhe BD-s, por edhe jeton Shasivarit, është kjo, lidhur me gjykatën në Tetov. Që plotësisht ka të drejtë, pajtohem aty me Sela. Ai thot 80, unë thot 90% janë maqedonas. Bile ka maqedonas që i kanë sjellë nga Ohri, ka maqedonas që i kanë sjellë. Duket se edhe nga pjesët e Radovishit ka një. Më duket, nëse se kalon punën. Pra, mungojnë gjykatës dhe shqiptarët nuk bën asgjë. Por, gjitha Gjakofin, nëna e fatkeqësisë, nëna e vakisë, është ish ambasadorja amerikane në Shkup Ageler. Ajo delte dhe thoshte, $500 milion kemi argjitur për gjithësorin në Maqedoni. Okej, këne keton pufeshte dhe përqafoheshte në darka e dreka me gjithë këta të VDI-s që ishin në pushtet pastaj, me gjithë vlenit e kështu me radhë. Dhe një fjalë nuk e thoshte se si vajnë punët në për sistemet gjithësore, në gjykatën Tetov, në gjykatën në Kumanov, në gjykatën në Struk e andej. S'flasim më pra. Ajo është kaktare kryesore e asaj që ka të liruar në Maqedoni të bëhet një përfaqësim i keq i shqiptarëve në për organet gjithësore. Pastaj, ministra shqiptar mund të hapin konkurse për punësim të gjykatëve. Deri tash, derisa nuk është krijuar Akademia e Prokurorëve dhe Gjykatëve, funksionon të ndryshe sistemi, kanë mund BD-ja, nuk dështe. Nuk donte. Okej, nuk është okej. Pra, unë do të ftoj tash që ndjekim diçka nga zgjedhja Sela, pajtohem 80%, 20% edhe unë kam mendimin të drejtë zgjedhjen. Zgjedhjen e di se kam për sherr, por e kam për t'i pastruar gjëra, dhe ai është kuptim plot, pra amerikanë thonë open, i hapur është. Pra ta dëgjojmë zgjadinin se si dhe ka të drejtë aty kur flet për disa gjëra, por unë nuk pajtohem me disa gjëra. Tash ta dëgjojmë se çka thot lidhur me funksionimin e disa gjërave në Ministrinë e Drejtësisë, sepse vleni tash mbaq përgjithësi, 3 vite është në pushtet. 3 vite. Hajde dilni bëni. Punësoni me gjykatës. Ka plot që kanë provimin shtetëror. Gjykatës si janë zgjedhur tash me provimin shtetëror të Respublikës. Se shpërtësia është shqip pa maqedonisht, se këta kretë që janë pranuar nuk janë pranuar me provimin shqip, për maqedonisht. Ka që kanë provimin shtetëror e gjuhën maqedonase. Zgjidhni. Gjithë advokatët njëtën kohë mund të jenë edhe gjykatës. Unë shoh Tetov edhe femra avokate, që nuk kanë për qytetet e tjera, ose shumë pak minimale Shkupi. Tetov është full dhe më vjen shumë mirë, sepse edhe në infrashtë thotë, një familje do të jetë edukuar, kur edhe nëna do të jetë me shkollë. Okej, ta ndajmë Selën. Nuk duhet ta lejmë fatin tonë. Këtu kur dëshirën e mirë ose të keqe të ndonjë Ofekjan Zaevi ose të Ickovskës. Duhet ndërtuar mekanizma mbrojtës, të cilët do ta bëjnë të mbrojtur shqiptarin dhe komunitetin edhe maqedonën me ligj. Ky është propozimi që unë kam bërë për ligjin për profesion drejt dhe adekuat. Unë kam shpërndarë
Ju e propozu, po njerë të ndalemi të kjo, sepse Zoti Shasivari nga këtu tha që shqiptarët nuk duhet të friksohen kompetencës profesionale, sepse kompetenca Kush po i friksohet? Unë i friksohem para gjykimit. Jo gares profesionale. Unë thash, Zoti Shasivari le të kthehet në gjenecë, le t'ja bëj pyetjen vetës. Unë e shpjegoj. Jo, Pse dakor. u desh një drejt për profecinë të drejtë adekuat? Pse këtë të drejtë e implementojnë shtetet të cilët janë multietnike? Apo? Që shtetet monoetnike nuk kanë nevojë dhe që kanë demokraci të zhvilluar, nuk kanë nevojë që të implementojnë të gjëra, apo? Po megjithatë, Ai duhet ta di shumë mirë, dhe që po merret me atë, sepse u fut kushtetutë e drejtë. U fut për shkak se kishte diskriminim në bazë etnike. Dhe duhet ligj në mënyrë që të ndërpritet diskriminimi në bazë etnike. Zoti Shasivari duhet t'japë përgjigje pyetjes. Pse në Tetov ku jeton ai, shumica e gjykatësve janë maqedon, nga 20 duket 15 maqedon, 5 shqiptar. Pse shumica e prokurorëve këto përgjigje le t'i japë ai e pastaj të tregoj a duhet kemi frikë, as duhet kemi frikë nga konkurenca profesionale. Po pra, këtu pajtohem pjesërisht, sepse Vleni është dhe si përfaqësues frontman, si do të kishton Mickovski del jeton Shasivari në aspektin juridik të Vlenit, që është më së vërtet se është me Vlenin, sepse nuk më zgjodhen mu, e zgjodhen ata. Kush e zgjodhi? Vleni. Ai thot, më ka thënë Bilali, më ka thënë Izeti këtë e këtë, krijoni një ligj, okay, ai vetë e pranon atë. Pra këtu ka pjesërisht të drejtë Zjadin Sela, plotësisht dhe pjesërisht se vërtet Tetov gjykatësit dhe prokurorët janë në numër shumë më pak se sa popullata e përgjithshme, që është përfaqësuese. Tetov është 80% nëse nuk është edhe 90%, ata të cilët e votojnë Bilal Kasami. Nuk hym ne në komunat rurale, flasim vetëm për Tetov, edhe pse gjykata e Tetovës punon edhe komunat rurale. Atëherë del mbi 90% përfaqësimi i shqiptarëve në përbërje, ndërsa në gjykatë është e kundërta. Ja, Zjadin Sela thot, për pak nuk i thash Sela, Zjadini thot 20 gjykatës janë në përgjithësi, 15 maqedonas, 5 shqiptarë. Bile, nëse ndonjë shqiptar tash ka kaluar në një instancë më të lartë nëpërmes këshillave gjyqësor, ka ra ose Zjadin numri. Do thonë, ata mbeten 15 të shqiptarët 3 ose 4. Dhe për ato është bërë grumbullimi i lëndëve juridike, posaçërisht në lëndët civile. Okej. Gjykatësit që janë momental nuk kanë faj për grumbullimin e lëndës, sepse aq mundin të punojnë në lëndët. Pra, faj mbetet te BDI, te ministrat e BDI që nuk hapën konkurse për vraposhën pas ambasadorës amerikane, e cila bënte punët e saj në Maqedoni, jo të Amerikës. Punët e saj, shumë shka ne dim se çfarë ka bërë ajo, dhe lavdëronte, këndej thoshte $500 milion kemi dhënë për sistemin gjyqësor nga në thedishe deri tash, a këndej këto nuk e krinte misionin e saj të shkonte të interesonte në për gjykata, por rinte vetëm për shkup. Pastaj ka bërë transferime, gjëra të tjera që kretë e din, por nuk flasin. Pra, mbetemi me shpresë se më në fund, pra, Sela ka të drejtë aty ku thotë se s'ka kush mekanizëm. Vërtet nuk ka mekanizëm mbrojtës. Dhe mund ka pëlqyer edhe një deklaratë tjetër mjaft interesante, ndërkohë unë do mundohem që ta gjej për Bekim Sali. Bekim Sali thotë se unë jam, pra Bekim Sali pas ka thonë se ai është garancë. Çfarë garancë thotë? Ai mund të rrethoj është më së vërtet. Shosh nga minuta 34, duket se. Okej, kemi kohë. Dhe këto që më shesin pralla mua si profesor universitar, le të kthejnë pak dhe le të hyjnë gjenezës, sepse u desh të kemi të drejtë në kushtetutë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, sepse diskriminimi në vendet e punës ishte dhe vazhdon të jetë etnik. Prandaj, ky ligj e përjashton aspektin komplet. Ky thotë, në momentin që dy kandidatë të njëjtin nivel i plotësojnë të njëjtat kushte, zgjidhet bashkësia etnike e nënpërfaqësuar. si kriter dytësor. Kush i plotëson, kush i përcakton kriteret? Udhëheqësi i atij institucioni ku hapet konkurs. Kush udhëheq? Po
Po megjithatë, Kush është ai që na tregon ne me gisht, flasim për aktualitetin, po. që na tregon që ai zgjedh këto? Punë e madhe çfarë zgjedh Albedini për ta përfaqësuar. Kush është ai I cili ju tregon, I edukon to që I kanë qeveri? Mickovski. E tani vika puna, kam dëgjuar deklaratat absurde. Bekim Sali thotë unë jam garanca që do zbatohet ligji. Çfarë garancë Bekim Sali ka ikë, muve ka marrë votat e mia dhe ka ikë në qeveri me BDI në 2020. Zjadin, kam të drejtë të them kështu Zjadin, nga ajo që njehemi gjatë dhe përshëndetemi, unë e di si open I hapur, tu ke plotësisht të drejtë. Ky Bekim Sali, të thofin vërska s'ka, me atë që bën. Te fjala unë do bazohem. Thash me Afrin Gash, si meriton të as 2 deputet të marrë veti kam dhënë 4. Dhe për jo serioze, një projekt që ishte për ndryshim. Dhe ti tani don ta lesh punën. Me të nuk e kam personale. Jo, absolut, po me të du them, garancë ligjore nevojite. me të du them ashtu. Me të du them, se unë kam qenë konzistent në këto deklarime. Ta dëgjojmë edhe një herë. Flasim për aktualitetin. Po. Që na tregon që ai zgjedh këto. Punë e madhe çfarë zgjedh Albedini për ta përfaqësuar. Kush është ai I cili ju tregon, I edukon to që I kanë qeveri? Mickovski. E tani vika puna, kam dëgjuar deklaratat absurde. Bekim Sali thotë unë jam garanca që do zbatohet ligji. Çfarë garancë Bekim Sali ka ikë, muve ka marrë votat e mia dhe ka ikë në qeveri me BDI në 2020. Te fjala unë do bazohem. Thash me Afrin Gash, si meriton të as 2 deputet të marrë veti kam dhënë 4. Dhe për jo serioze, një projekt që ishte për ndryshim. Dhe ti tani don ta lesh punën. Me të nuk e kam personale. Jo, absolut. Dhe fatkeqësisht, ky profesionalizëm ka dalë edhe deputet, edhe lider partijak që ka folë, iku kohë e punësimeve etnike, ka ardhur kohë e profesionalizmit. E shqiptarët sipas kanë profesionistët e vet. Në çdo periudhë shqiptarët kanë nobelistë. Po sigurisht. Jo, Prej Maqedonie, sot, ai djali I ri që ishte në ekipin e NASA-s, ko prej Çegrani është ai zotëria. Kush merr të drejtë këtij populli inteligjent t'ia drejtoj gishtin në këtë formë? Me një fjalë, mekanizmi ose ai drejta në kushtetut për përfaqësim të drejtë adekuat u bë, jo se ne nuk na, jo sepse nuk respektoheshin profesionistët në Maqedoninë e Veriut, apo? Por sepse shqiptarët e kishin dyert e mbyllura në institucionet e shtetit. Po pikërisht kështu. Ndoshta edhe turqit, ndoshta edhe komunitetet tjera. Po kryesisht shqiptarët. Tani, ky mekanizëm që është ndërtuar për të sjellë një të drejtë, për t'ju hap dyert e institucioneve që vetë I mbajnë me parash, me tatime, apo natyrisht. kur jap një premtim, nëse Po pra, është nëse e vërtet, shqiptarët janë taksapaguesit gati se më të mëdhenj në Maqedoni, mbas asaj se sa popullat janë dhe se si paguhen tatimet, ndërsa të tjerët gëzojnë më shumë. Unë nuk kam asgjë kundër, por më ka befasuar këtyre ditëve me ndiqyra, për të mirën thojza. E vuri në komunën e Strugës dhe flamurin e Vleheve. Asgjë të keq. Mirë po, me ndiqyra, për shkak se vuri flamurin shqiptar në komunën e Strugës për një fest, për 28 nëndorin, ka padi penale. Ka padi penale. Okej, pra, tuta, thojnë të tofë, ruan në shtën, tuta ruan në shtën. Të dhe gjem edhe pak selën. ja I qëndroj dhe e realizoj të njëjtën. Mirë, tani zoti Sela flasim për tema tjera që kemi parapar konkrete. Mbi ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat, cilin ju vetë se e apostrofuat më herët. Pse zoti Sela nuk bën ky ligj që ka propozuar qeveria, e ka miratuar dhe është në kuvend? Vidim ti në pozicionin për të parashtruar pyetje. Po. Apo, dhe këtë po bën, e vlerësoj, kjo është detyra jote së fundit, apo. Që unë nxjerr këndvështrimin tim. Po merrni dhe lexoni ligjet dhe do merrni përgjigje. Pse? E para punës sepse nuk ka asnjë mekanizëm I cili garanton përfaqësimin e drejtë adekuat. Të shkojmë te gjeneza, që mos shitemi shumë kozmopolit.
Sot e përmbylla pak fjalimin e tyre në Komiteti për Marrëdhënien e Mirë Përsi Etnike, thash Maqedonisë nuk ka altruizëm, harroj. Nuk ka. Do të S'do thonë ketë. egoizmi, ja? Natyrisht. Egoizmi dhe paragjykimi. Mos harroni se Maqedonia është ndërtu diçka e re mbi frymën e antishqiptarizmit. Dhe kjo Po plotësisht ka të drejtë. ka qenë brez pas brez, tjerë më i ri. Ne si popull jemi përballë me situata dhe me diskriminim pa parë. Shqiptarët në Maqedoni ka qenë eksperimentimi që bëhej përpara se të implementojë një politikë në kuadër të ish Jugosllavisë. Më së vërtet, pra, unë pajtohem 80% me selën vetëm aty kur ka të bëjë me gjykatësit, edhe aty pajtohem pjesërisht, por pjesërisht jo, sepse krenerologa ishte ministër, pa marrë parasysh arsjetime tash që thotë nuk flasim për ligjin për përfaqësim adekuat, por flasim për konkurset që nuk i hapi si ministër i drejtësisë në gjykata themelore në Tetov për të hapur vende të reja të punës. Fati ka nëmër 1, ish ambasadorja e Amerikës në Maqedoni, Ageler. Unë i kam shkruar aso kohë dhe shumë shpesh i kam shkruar Departamentit Amerikan të Shtetit Dashit. Ata nuk më janë përgjigjer, por kanë pasur vërejtje të tjera, pastaj kur i kam lexuar në fund të vitit raportet. Nuk më janë përgjigjer sepse nuk përgjigjen askujt ata. Okej. Dhe vazhdojmë më tej. Pra, nuk do dalem në të që prapë u lëvdrua Mickovski, jemi të parë, jemi të ditët. Ata janë krejt pralla për natën e mirë. Sepse në Maqedoni, inflacioni po bën gërdi. Unë nuk i di a del Mickovski dhe Nikoloski, a dalin të dy, dhe për shqiptarët blejnë në njërë diçka, të paktën për vetë, një çamçakës, dhe të shohin se sa është dallimi. Merrni me mend, këtyre ditëve, nuk do përmendi marketin, nëse qeset e nelonit ishin ta zonë 30 denar, më njerë bën 45 denar. Ajo është më tepër se sa 1000%. Dhe asgjë nuk ndodh. Hiç asgjë, kur s'ka ndodhur. Ose këtyre ditëve kanë përcjell se si fabrikat e qumshtit në Maqedoni po bëjnë lojën. Dini se nga qumshti mund njerëz edhe mund të vdesin. Fëmijët mund të vdesin. Pra, shqyrë më në fund që ju kujtua, 20% shkruan përqindja e yndyrës, a del 1%. Nuk dhe përmendi firma. Por kësaj radhe ka dalë sonte, thotë 5.7% e inflacionin në Maqedoni. Fatmir Bitiqi nga LSDM. Građani почитувани представници на медиумите. Секој ден носи нова манипулација од владната економија. Вистината за скапотијата, за падот на животниот стандард и за се потешкиот живот од граѓаните веќе стана навика да се раскажува од удобна пропагандна позиција, со една селектирана бројка и многу премолчени факти. А кога владата свесно ги премолчува фактите, што ги чувствуваат граѓаните секој ден, тогаш нејзиниот економски оптимизам е лага со политичка цел. Премиерот Мицковски прво ја прогласи Македонија за третата најбрзо растечка економија во Европа. А вчера ја спушти амбицијата на првите 5 земји во Европа според растот на бруто домашниот производ. Но и во едниот и во другиот случај станува збор за иста политичка намера. Од една статистичка бројка да се направи економска бајка, додека граѓаните живеат во кошмарна економска реалност. Економијата, за жал, не се мери со самопофалба, туку со тоа што граѓаните реално можат да го купат со својата плата. Колку килограми овошје, колку месо, колку литри млеко, колку бензин, колку денови им се исполнети со достоинствен живот. Државниот завод за статистика објави раст на бруто домашниот производ од 3,1% во првиот квартал. Но истиот извештај покажува дека финалната потрошувачка има учество од дури 86,4% од бруто. Të janë realitete, pra. Fatmir Bitiqi, profesion LSDM, për atë dhe flet në maqedonisht. Pra, kjo që pëndodh në Maqedoni, vërtet nuk ka asnjë kuptim. Del dhe thotë Mickovski, Maqedonia është e treta në zhvillimin e përshpejtuar të ekonomisë në Evropë, pastaj thotë jemi ndër 5 vendet e para në Evropë, sipas rritjes së bruto prodhimit. Çfarë nuk do dëgjosh?
Pra të pyes, a dalin ndonjëherë edhe Mickovski edhe Nikolovski? Për Nikolovskin t'ju them drejt, i kam shkruar këtyre ditëve shumë shoqatave botërore të gazetarisë, lidhur me presionin që ai ju bën, pra mos merren me deklaratat e qeveritarëve dhe ne duhet si gazetarë të parim. Atë e tha, çfarë thot Mickovski është ashtu, nuk ka kundërshtim. Çfarë thot Nikolovski është ashtu. Dhe kur qenë ka ashtu, pse nuk delen maqinë perëndimore të investonin, për kur është çështja për maqinë perëndimore, thoni, jemi drejtuar bankës ndërkombëtare për atë, ndërsa për rindërtim dhe presim, ndërsa kur është çështja për të investuar në regionin e Pelagonisë, parët i ka ajo rrugëve të Maqedonisë, me njerë fillot ndërtimi. Çfarë nuk do të dëgjosh? Pas tër një lojë që nuk ka kuptim. Dhe ka reaguar edhe, në vërtet mbrëm pas ka thënë Jeton Shësivari, balancuesi stimulonte abuzim me deklamimin kombëtar. Të shohim se çfarë thotë. Profesori universitar dhe artuesi propozim ligjit për përfaqësim të drejtë adokat Jeton Shësivari ka deklaruar se një nga arsyet kryesore që shuan në shfuqizimin e mekanizmit të njohur si balancues ishte abuzimi shtetëror me deklarimin e përkatësisë etnike gjatë procedurave të punësimit në administratë. Një deklaratë për Top Channel, Shësivari tha se raportet e institucioneve relevante, veçanërisht ato të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, evidenton probleme serioze në zbatimin e këtij mekanizmi. Raportet sidomos të Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion flasin se bëhej fjalë për një dukuri të abuzimit sistemor të balancuesit. Në një konkurs me 3 vende pune, ku kërkoi përkatësisht një maqedonisht, një shqiptar dhe një turk, një kandidat deklaronte njëjtën konkurs 3 përkatësi të ndryshme kombëtare të Shësivari. Sipas tij, një praktikë e tillë tregonte se mekanizmi i balancuesit krijonte hapësirë për keqpërdorim dhe stimulonte deklarime të ndryshme etnike, varësisht nga pozita për të cilën aplikoi. Kjo do të thotë se balancuesi stimulonte abuzimin me deklarimin kombëtar, ka theksuar ai. Okej. Dhe ai ka të drejtë të thotë atë, sepse është i pari në atë që quhet ekspert në hartues propozim ligjet për përfaqësim të drejtë adokat. Vetë ka thënë profesori, do të thënë se më ka lutur Bilalli dhe 20 Meshitit të bëj ligj. Okej. Pra, duke dashur që të bëhet ligj, ka pasur një përplasje drejt pse be dhe ju të frontit apo BDI-s, pse be merreni me Adnan Azizin, gjunaj, sa e nisi drejt sefte në fesat. Opozitarja Fronti Europian në mënyrë kategorike kundërshtoi propozimin e kryetarit të Komisionit të Komitetit për Marrëdhënie ndërmjet bashkësive Adnan Azizi, që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të votohet me shumicë të vogël badeteri. Pati edhe përplasje mes deputetëve. Azizi e vendosi në votim edhe kërkesën e Frontit Europian, që ligji të votohet me shumicë prej 2/3, megjithatë, nuk patën vota të mjaftueshme, pasi për të njëjtën votuan vetëm 3 deputetë të opozitës. Keni, 2 propozime keni, badenter absolut dhe badenter të vogël. 2 propozime keni, të dyja duhet t'i hudhni në votim. Nuk mund selektosh një propozim, 2 propozime. 2 propozime gjatë gjithë debatit, për këtë e zhvilluam debatin. 2 propozime keni edhe ju të dyja duhet t'i vendosni në votim. Mirë, nuk mundet vetëm e Nuk mundet ju vetë në ata të fillim, apo? dhe nuk i përmbaj as rendit, as normave, keni qenë këtu në këtë komitet, as një... Hajde me mos jep kvalifikim, vërdoj, hajde u dhe që seancë. Nërim, nuk je ti për të më tregu mu se qëfar si e drejtoj seancë. Ja, mund është ta përmenja se të treguar. Se di unë edhe mandrishe se ti po du t'jem korekt, jemi gjithë tu. Se ti hecë. Kur është? Kush është? Okej, pra, e ka thonë Adnani edhe pik. Adnani ti ka thonë, para se të në mbledhje, Mickovski ose Nikolovski dhe pik. Pastaj, vleni është në qeveri, nuk jeni ju të opozitës. Pra dhe njerë. Derisa fatëmërit të që të të me inflacion për 5.7% standardet të zëgjitare po bie, ja në parlament gati vetëm nuk rrihin. Gati nuk urahon. Dhe, nuk e di ku e qova Selën kishë një muhabet mjaft fort, sonte për Nikolovskin, i cili sipas gjitha gjasave, për Nikolovskin, i cili sipas gjitha gjasave, vërtet po përzihet në politikën shqiptare në Maqedoni. Shkojmë e kam gjithë. Ai kam që provoj deputet edhe pastaj kur duhen numra, ata deputet ndrojnë vresat partiake. Dënoni? Do ndënu? Po patjetër, domethënë do ndënu, po edhe liderët partiak duhet Kjo është detyra e votuesit. Po pikërisht kjo pikë
para 2 ditësh, zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit, zoti Nikolovski, në një paraqitje mediatike, tha që parimi i fituesit me fituesit nuk do të vlejë as zgjedhjet e ardhshme. Pra, e drejtë, kjo çështje tha është thyer shumë më herët nga BDI dhe më nuk do të vlejë. Ja. Pra në një farë forme paralajmëroi që edhe në zgjedhjet e ardhshme kushdo që ma këtu është gabimi, sepse kjo është dëshirë e Nikolovski. po këtë ka shpreh ai, po. Kjo është dëshirë e Nikolovski. Po tani ata do të thotë që është dëshirë e Selës, Jo, është është thjesht dëshirë e nacionale. imja. Unë po them, ani në qoftë se këto e kanë këtë dëshirë. Po. Sepse në fundit, kush është BDI-ja që të thirrën emrin shqiptar? Kush është lidhja që të thirrën emrin shqiptar dhe të prish ka ndonjë parim? Unë flas për të drejtën e shqiptarëve, edhe kur mos jem unë. Dakor, po kjo si do të Kush është Nikolovski që të flase, aq më pak kush është Nikolovski që të flase se si duhet votojnë shqiptarët dhe për këtë duhet votojnë Jo, me shqiptarët. fjalë tjera i tregoj që e pavlefshme Unë është vota shumë shqiptare. atë ju, e pa ja të do. Për këtë do ju votoni. Prandaj, po mos jetë se argumenti aty mund të hiç. Unë veç mund të imponoj të marr votat dhe të marr legitimitetin dhe shef ti pastaj si këndonaj. Po prandaj Po pra, do të thash këtu pajtohem me shumë shka me Selën, shumë thjesht është me Nikolovskën dhe mirë po, Afrim Gashi tha, ne nuk dalim nga qeveria mbrëm, sepse nuk e dim atë zbatojnë këta tjerët pastaj ligjin për prishjen e kushtetutës. Hajtë bërë ju atër. Dhe a dini pse kam qeshur sot? Doli 26 tha, pa na iri pari librit, mos na dëgjoj ose mbare. Shqip në Shkup do të bëhet traditë e preshme kulturore. A di o 20 pikë kur bëhen në Tetov? Shqipëri që e bot njëre i pari në Shkup. Sa vonë jeni? Mbi 20 vjetë. Pa ndihmën e BDI-s. Vetë. Pa ndihmën e BDI-s. BDI s'kish kot merre me shqiptarët. Dhe edhe tash nuk ka kohë, por tash nuk është në pushtet dhe mundohet që të përfitojnë nga situata. Pra, gjithandej në Maqedoni diçka nuk shërben si duhet, nuk shkon. Pra, unë për këtu për sonte ju përshëndes, dëgjohemi në nesër mbrëma. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.